Shërbimi i zjarfikës në Gjirokastër ka nisur një fushat sensibilizimi për të parandaluar përhapjen e zjarreve gjatë muajve të nxehtë të verës. Specialistët e shërbimit zjarfikës po zhvillojnë takime informuese me përfaqësues të pushtetit vendor, blegtor dhe antar të komunitetit në zonat më të rrezikuara. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është shmangja e përsëritjes së situatave të vështira të përjetuara verën e kaluar. Sipas të dhënave nga Drejtoria Vendore e Emergjencave Civile, gjatë verës së vitit 2024, në qarkun e Gjirokastrës u regjistruan mbi 85 vatra zjarri, duke prekur një sipërfaqe prej rreth 1200 hektarësh pyje, kullota dhe tokë bujqësore. Zona më e prekur ishte zona e Lunxhërisë, ndërsa vatra të mëdha u regjistruan edhe në Dropull dhe në një pjesë të Malit të Gjerë. Përveç dëmeve të konsiderueshme mjedisore dhe ekonomike, zjarret e vitit të kaluar vunë rrezik edhe banesa dhe infrastrukturë publike, duke nxitur nevojën për bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve dhe qytetarëve. Në takimet aktuale, zjarrfikësit po theksojnë rëndësinë e shmangjes së djegjes së kontrolluar të mbetjeve bimore dhe të kullotave, një nga shkaqet kryesore të përhapjes së zjarreve. Po ashtu, komuniteti po inkurajohet të raportojë çdo vatër të dyshimt që në fazat e para. Vjet patëm një problematik në njësinë administrative CEPO, po dhe në njësitë e tjera, ku zjarret ishin masive dhe u angazhuan përveç forcave zjarrfikëse, forcat vullnetare dhe ushtria që na erdhi në ndihmë. Për këtë arsye kemi filluar takime në të gjitha njësitë administrative për sensibilizimin e të gjithë qytetarëve dhe kryesisht të blegtorëve që për neve janë një shqetësim. Për shkak se zjarret e vendosura në kullota kryesisht janë të blegtorëve dhe janë zjarret qëllimshme. Kemi bërë një plan masash ku do të ketë një pjesë të shërbimit zjarrfikës që do të merren me kontrate përkohshme, të cilët do të jenë në terren, do të jenë sinjalizues, po do të marrin pjesë edhe në shuarjen e zjarrit, do të trajnohen nga ana jonë. Po kështu kemi dhe shërbimin vullnetar që kryesisht janë punonjës të bashkisë që do të trajnohen dhe vazhdojnë trajnohen për marrje pjesë në shuarjen e zjarreve. Në diskutim me policinë e shtetit kemi një bashkëpunim shumë të mirë, gjë të cilën do ta bëm të qartë edhe sot blegtorëve dhe gjithë kryepleqve, që në rast të zjarri me policinë e shtetit kemi një akt marrëveshje që do të na mbështesi në çdo vepër penale që do të ketë, do në zjarrvënie të qëllimshme. Fushata do të vijojë edhe gjatë gjithë qershorit, ndërsa strukturat janë në gatishmëri për ndërhyrje të shpejtë në rast emergjencash.